Konkretisht, jemi kujdes në veçanti për nonat edhe fëmijët. Fëmijët nuk kanë pas shtesa në Kosovë, para qeverisjes sonë, kanë qenë zero, i bëm 10 euro, pastaj 20 euro, pastaj 30 euro, dhe ju e dini që s'fundmi, shtesat që ishin për një familje që i ka 2 fëmijë nga 20 euro, 20 euro gjithsej, i bënëm nga 30 euro, 60 euro, për ata që i kanë 3 fëmijë ma shumë, ishin 30 euro, i bëm 25 euro, pra një familje me 3 fëmijë ka marrë 90 euro, mas ne i merë 135 euro, një familje me 4 fëmijë që i ka marrë 120 euro, tash i merë 180 euro, me 5 fëmijë që i ka marrë 150 euro, i merë 225 euro, sa ma shumë fëmijë, që ashtë ma shumë shteti do tjetë pranë jush që t'ju më bështes e t'ju ndihmoj. Por, na këtë do t'a dyfishoj. Shtesa për fëmijë 25 euro, në mandatin e ardhshëm bëhet 90 euro. Dyfishi.